Kape, mos ja zgjat shumë, se jam këtu dhe robët e mi që janë jashtë e kanë pak problem të vinë në Nikël dhe të mbarojnë punë. Po t'jem vete mbaroj aty te dera shtëpis. Ky legeni që është këtu në burg, Raja, Redian Raja, thotë që Duri është më i fuqishmi aty. Ai Duri ka çuar haber atij Ndokës, Arben Ndokës, që të nxjerr këtë duash përveç Valterit dhe më jep garanci që e mbyllim bashk. Si t'ja bëjmë me kapa të, me rrjep, me torturu? Inshallah ta mbysin fort, se tani s'ka blind që e ruan. Ndërsa në muajin mars të vitit 2020, Emiliano Shullazi komunikon me Arben Ndokën, duke i dhënë informacione për lëvizjet e Durin Bamit, por pa i thënë që këto informacione i merrte nga Marten Haka. Po më thotë që ri aty te Oxhaku shumë dhe del edhe pa blind te lokali dhe më shumë se 20 minuta nuk ri. Ri me çunin në xhajs vet, atë Koçin, dhe Ervin Kodrën nga Tapiza. Kemi folur me një dy veta dhe inshallah e bëjnë. Do Terezia ai, se del një ditë dhe rri gjithë javën pa dal. Shohim mos po i vjen ora. Un jam tek cili variant të dali më para, vetëm ti iki, se do dalin të gjitha pastaj. Kush ka dhënë e kush ka gjuajtur. I flet Valterit të gjitha pastaj, sa ti thuash e ke radhën ti. Bisedet vijojnë edhe me persona të tjerë që kanë bashkëpunuar me qëllim vrasjen e Durin Bamit, por në asnjë rast nuk arrin ta realizojnë. Në një moment, në gusht të vitit 2020, Arben Ndoka bisedon me Ervis Martinaj për faktin që Shullazin e kishin izoluar në regjimin e posaçëm 41 bis. Një tjetër episod i dosjes së SPAK lidhet me bashkëpunimin e Ervis Martinajt me Satil Nobashon për vrasjen e Fatmir Hysenit, i njohur si Doqa, për të cilin shfaq interes dhe Emiliano Shullazi. Për të dokumentuar aktivitetin kriminal të Satil Nobashos, SPAK ka verifikuar dhe komunikimet e tjera që ai ka kryer, ku mes tyre bie në sy bisedat me Emiliano Shullazin, i cili ndodhet në burg. Nga bisedat, prokuroria ka vënë re bashkëpunimin e tyre me qëllim lokalizimin e Fatmir Hysenit, Armando Sulejmanit dhe personave të tjerë të lidhur me ta. Nga konteksti i bisedave vjet re që Emiliano Shullazi ka dyshime se këta të dy persona janë përfshirë në vrasjen e Edison Harizajt, ngjarje ndodhur më 6 nëntor 2018 në Durrës. Harizaj, që njihet ndryshe si Edison Paqedjeguri, apo edhe Edisoni i 7 pallateve në Vlorë. Vrasja e tij, që ndodhi në zonën e plazhit, në rrugën e njohur si rruga e Çamve. Dhe nga të shtënat, mbeti i plagosur dhe miku i tij, Genci Caci. Automjeti i Audi, në të cilin u thonin Edison Harizaj dhe Genci Caci, u qellua me breshëri Kallashnikovi. 39 vjeçari Edison Harizaj, i cili ka qenë i skeduar si i përfshirë në disa ngjarje kriminale në vend. Ai ka qenë krau i djathtë i Emiliano Shullazit dhe ka qenë i dënuar me 10 vite burg për vrasje, dënim që e kishte përfunduar në vitin 2010.